Dasma shqiptare 2017. Paraqet. Përshëndetje të gjithëve. Desha të tregoja një tregim interesant që ndoshta nuk ju merr mendja se çfarë më ka ndodhur mua. Jam një djalë 28 vjeçar dhe jetoj në fshat. Një ditë më ndodhi diçka që nuk e prisja dhe mezi prisja ta ndaj me ju. Nuk ishte diçka që mund ta quaja normale, por gjithçka filloi shumë thjesht. Si fillim, desha të tregoj për tezën time, se çfarë tipi dhe çfarë karakteri ka ajo. Ajo është një person që bën çfarë t'i thot mendja dhe nuk pyet për askënd. Ajo ka lirinë që të vendos për veten e saj çfarë të doj. Burri i saj nuk ja prishen për asgjë, pasi që i jeton jashtë shtetit në emigrim. Ai ka që në vitin 2017 që ka ikur nga Shqipëria dhe akoma nuk është kthyer. Ai punon atje, ndërsa për tezën kjo mungesë ka bërë që ajo mos të ndjehet edhe shumë rehat. Por sidoqoftë, asnjëherë s'më shkonte mendja që tezja do vinte të rinte tek ne. E aq më pak që më shkonte mendja për ndonjë shtypje të papritur. Si fillim, t'ju them të drejten, unë nuk jam as tip guximtar. E po ashtu, jam edhe pak i ndrojtur, por me sa duket, pas kanë qenë të vërteta shumë nga llafet që kam dëgjuar për tezën nga shokët e mi, e po ashtu edhe nga komshinjt e saj. Dhe siç thot edhe një fjalë tek ne, ku ka zë nuk është pa gjë. Pra, kot nuk kishin dalë llafet për tezën time që ishte një punëtore mjaft e madhe. Një ditë, tezja ime i papritur në shtëpinë tonë dhe nuk më dha asnjë përshëndetje të zakonshme. Ajo vetëm e pyeti nëse ishte kush në shtëpi. Dhe kur i thash se prindrit ishin jashtë, u ofruan ngadalë dhe më shikonte në sy me një mënyrë që më bëri të ndihem i çmendur. Atë ditë, çdo gjest i saj dukej i planifikuar. Buzëqeshja e saj zhyshonte dhe nuk mundesha ta largoja shikimin nga ajo. Ndjeva një emocion të fortë që nuk e kisha ndjer asnjëherë më parë. Ishte një kombinim i kuriozitetit, tensionit dhe një lloj kënaqësie që vinte vetëm nga prezenca e pranisë së tezës. Biseda filloi thjesht me gjëra të zakonshme, si për shembull për punën, për kujtimet e hershme, por çdo fjalë që thoshte kishte një energji tjetër atë ditë. Dhe çdo herë që ofrohej, ndjeja trupin tim të reagonte dhe mendjen time që të dridhej. Dhe me dukej sikur çdo moment mund të bëhej i veçantë. Mënyra e saj si ulej pranë meje, si më shikonte dhe si më buzëqeshte, më bënte të ndjeja një afërsi që nuk e kisha kuptuar më parë. Atë ditë nuk ishte vetëm biseda, por një mënyrë për të kuptuar njëri tjetrin pa fjalë. Flisnim sy për sy. Çdo lëvizje e saj më tregonte diçka. Dhe unë nuk dija si të sillem atë ditë. Por nuk mund të largohesha. Në djenja ishte e fuqishme dhe nuk kisha përvojë të ngjashme
me përpara. Me pas ajo, me tha se nëse doja, ne mund të shkonim në banesën e saj në qendër të Tiranës. Tezja kishte një banesë që e lëshonte me qira për student, por fatmirësisht atë muaj e kishte të lirë dhe nuk banonte askush. Atë banesë mezi e kishte blerë burri i saj në emigrim. Por Tezja me tha që të shkonim atje e ta kishim atë vend ku mund të flisnim me lirshëm me njëri tjetrin. Dhe unë u habita sepse nuk e prisja fare. Por njëkohësisht ndjeva përsëri kuriozitet. Për çfarë më ftoi ajo atje? Kisha kuriozitet, por ndjeva edhe një lloj rreziku që më tërhoqi me një herë. Nuk më bënte presion që të shkoja, por më mbushi mendjen. Ajo më dha një siguri që ajo dinte çfarë donte dhe unë doja që të shkoja atje. Por kur mbërritem në banesë, atmosfera ndryshoi me një herë. Atje në banesë nuk kishte nevojë për asnjë fjalë. Prania e saj dhe mënyra se si më shikonte më bënin të ndjehesha shumë mirë. Çdo buzëqeshje e saj, e çdo lëvizje, e çdo shikim ishte i ngarkuar me tension dhe kuriozitet. Kuriozitet për të parë çfarë do të pasonte më pas. Por biseda vazhdoi edhe më e lirë, edhe më e hapur dhe pa fare frikë. Ishim vetëm ne të dy, duke folur për gjëra që më parë nuk do t'ja kisha thënë askujt. I tregonim sekrete njëri tjetrit, dhe çdo afërsi mes nesh rritej natyrshëm. Sy për sy, rinim gjithkohës duke u shikuar, dhe pasonin buzëqeshje pas buzëqeshjeje. Çdo moment që ndodhte ishte intensiv dhe i paharrueshëm. Dhe ndërsa dita vazhdonte, ne gjetëm mënyra për të kaluar kohën pranë njëri tjetrit, e për të folur më shumë edhe për ta kuptuar njëri tjetrin edhe më tepër. Në ndjenja e pranisë së saj ishte aq e fuqishme sa e kuptova se çdo gjest, e çdo fjalë, e çdo shikim do të ndërtej në mendjen time për shumë gjatë. Dhe ndërsa dita dal nga dal po mbaronte, ndjeva se kjo nuk ishte thjesht një ditë normale. Ishte një eksperiencë që më ndryshoi, një përvojë që nuk do ta harroja asnjëherë, pasi që folëm për gjëra serioze dhe mjaft të mira. Këto ndjesi që më bëri të kuptoja sa fuqishme mund të jetë një afërsi e vërtetë. Një kuriozitet dhe tension që rritej në çdo moment dhe mënyra se si ajo më bënte të ndjehesha mirë dhe i vëmendshëm ndaj çdo detaji ishte e pabesueshme. Dhe ndërsa doja të largohesha, Tezja më tha: "Prit, vetëm për bisedë kemi ardhur këtu apo për ndonjë gjë tjetër?" Më pyeti ajo. "Kur do të mësosh?" më tha Tezja. Eja një herë, thoshte ajo. Kisha pak ndrojtje, sepse nuk e dija çfarë do më thoshte. Por unë mendova se vetëm do më përqafonte para se ta ikja e të më përshëndeste. Por, gjersa më përqafoi, ajo më shtrëngoi me duar. Rroçka ishte ngjeshur për atë, dhe ajo uli syt dhe e shikoi. Mi hoqi dhe ul, dhe çdo gjë po shkonte siç duhej. Pastaj më tha që të ulesha në divan ashtu siç isha,
Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në